me mirë kuptimin edhe të Aleancës për Armërinë e Kosovës, unë përsëri jam kandidat për kryetar, shpresoj edhe kryetari i komunës së Rahavesit edhe për 4 vjet të ardhshëm. Po që kur kam kandiduar për kryetar në vitin 2010, si kandidat i Aleancës për Armërinë e Kosovës, në zgjedhjet aso kohë të jashtëzakonshme, ne natyrisht ka qenë përvojë e parë, përvojë e re, edhe kemi punuar edhe ato 2 vite gjysmë sa ishin, kemi punuar bukur shumë. Ne në fakt i humbëm zgjedhjet në 2013, i fitoi Partia Demokratike, ndërsa në 2017 e rikthyem. U rikthyem komunë, morëm besimin e qytetarëve, edhe vazhdojmë edhe sot e kësaj dite. Është një përvojë e begatshme që kemi fituar gjatë gjithë kësaj periudhe, nuk është periudhe shkurtër, është periudhe gjatë, edhe në çdo 4 vjeçar, duke filluar edhe ato nga 2011 në fakt dhe në 2013, ne e kemi pasuruar sfondin e përkushtimeve, angazhimeve, pra në kohë që kemi shku me një vizion rutinor. Pra, në vazhdimsi kemi punuar që të ketë ndryshime cilësore, pra ndryshime të cilat janë të dukshme në ajo që mund të transformim edhe në qytet, po edhe në gjitha lokalitetet e komunës së Rahavesit. Tash jemi në përvojë mjaft të madhe edhe besoj që të gjitha problemet ose sfidat që ka komuna jonë, qytetari i komunës tonë, ne i njohim në thelb, pra nuk ka ndoshta situatë që është e panjohur për ne, përkundër faktit që ne kemi një përvojë të begatshme, ne përpjekjen për të shërbyer qytetarit Kosovës, në rastin konkret qytetarit komunës, ne e konsiderojmë vazhdimisht betejë e vazhdueshme e pandërprerë për t'i ofruar shërbime sa më të mira në administrata komunale, sa më të shpejta, pra sa më efikase, për të ofruar sa më shumë vepra publike, pra investime publike, për të ofruar sa më shumë krejt ajo që është në kapacitetet tona, në kompetencat tona, sipas ligjit për veçoritë lokale në mandatin tonë, që të shërbejmë sa më shumë, sa më mirë, sa më shpejt, edhe të arrisim kënaqëmërinë e qytetarëve, sepse natyrisht të gjitha këto veprime, të gjitha këto masa, të gjitha këto angazhime, padyshim që ndikojnë në cilësinë e jetës së qytetarëve edhe në mirëqenien e përgjithshme. Çfarë do të thotë personalisht për juve, si Ismail Latifi, rikandidimi nga subjekti politik, marrja besimit, sepse shkon përmes subjektit politik. Marrja besimit të antarësisë. Po, fillimisht antarësia, simpatizant, miq të mi të shumë, në vazhdimsi kërkojnë që unë të jem kandidat për kryetar komunë. Sigurisht që kjo është edhe qëndrim parimor i partisë, edhe me mirë kuptimin edhe të Aleancës për Armërinë e Kosovës, unë përsëri jam kandidat për kryetar, shpresoj edhe kryetari i komunës së Rahavesit edhe për 4 vjet të ardhshëm. Ne jemi duke evidentuar edhe jemi në përgatitjet përfundimtare të programit qeverisës 4 vjeçar, 2025-2029. Natyrisht është nder për mua si individ, po sigurisht është edhe përgjegjësi për mua si individ, po edhe për partinë që aty ku qeverisim ne, edhe aty ku jemi me këtë kapacitetet tona në qeverisje, të shërbejmë sa më mirë që është e mundur, thash qytetarëve tanë, edhe të japim shembujt më të mirë në qeverisje lokale. Në fakt, këtë po e dëshmojmë edhe në komunën e Rahavesit, po kudo në komunat ku qeverisin njerëzit, ose veprimtarët, ose udhëheqësit e Aleancës në 5 komuna aktualisht qeverisin. Edhe kudo jemi shembujt mirë dhe kemi rezultate të dukshme të cilat vlerësohen edhe nga organizatat vendore, edhe monitoruese, kuptohet, edhe nga organizatat ndërkombëtare. Për shembull, ne jemi të njohur për performancë, për transparencë, pra për llogaridhënie, për transparencë buxhetore, për transparencë komunale, për indeksin e transparencës. Pastaj jemi të njohur po ashtu edhe për performancë të lartë në qeverisje. Jemi komuna që vërtet jemi shembull që qytetarë këto veprime ose këto rezultate i vlerësojnë, edhe në një farë mënyrë edhe kësaj radhe kam qenë në një presion direkt prej plot përkrahësve që nuk janë të pak, pra janë shumë,
që edhe një herë të kandidohem, sepse ne vazhdimisht punojmë, edhe vazhdimisht se ne nuk lodhemi, këto punë neve nuk na lodhen, edhe pse punojmë shumë, sepse jemi të vetëdijshëm që është edhe nder, po njëkohësisht edhe përgjegjësimi i shërbimit.